Përshëndetje, unë jam Edmond Daliu dhe kam një problem me vllajën dhe me kunatën. Kemi një banesë të përbashkët në rrugën Muslimshëri, ku unë kam më shumë se gjysmën e shtëpisë. Pra, jeni bashkëpronar? Jemi bashkëpronar në një pjesë. Nevoja strehimi, si gjithë banorët e pallatit, edhe unë kam bërë një shtesë në vitin 2005 dhe kam certifikatën e pronësisë. Bashkëpronarët e tjerë për 20 vjetësh nuk jetojnë më në atë shtëpi, se kanë shtëpitë e veta, kanë bler shtëpi. Unë nuk mund të blej shtëpi dhe mendova të ndërtoj këtë shtesën edhe të banoj aty, isha mjaftueshëm për mua, me që unë jetoj vetëm. Problemi qëndron që unë banoja aty dhe në vitin 2010, kur shkova në Itali për të parë vajzën dhe u ktheva, e gjeta shtëpinë të kthyer në dyqan me qepena nga kunata ime. Shkova në polici dhe ata më thanë që t'i drejtohem gjykatës. Zoti Edmond, kjo është edhe shtesa që ju keni bërë që i bashkëngjitet shtëpisë ku ju jeni bashkëpronar, apo jo? Sigurisht. Dali me shohim pak edhe nga pjesa e përparë? Po. Këto janë 3 dhomat e lira të shtëpisë, kjo këtu, ai qepeni tjetër edhe shtesa. Ku je strehuar që prej vitit 2010? Mendimin e familjes dhe të një miku tim, që u thërova me qera për shumë vite. Në vitin 2015, Leonardi, vllai i zotit Edmond, ishte drejtuar gjykatës së shkallës së parë Tiranë, ku ka kërkuar pjesëtimin e pasurisë. Me arsyetimin se jeton në banesë, gjykata e ka dhënë të drejtë të mbajë shtëpinë dhe të kompensojë 2 bashkëpronarët e tjerë. Ky vendim mori formë të prerë një ditë më vonë. E duke qenë se gjyqet u zhvilluan pa dieninë e Edmondit, ky i fundit i drejtohet gjykatës së shkallës së parë Tiranë për rivendosjen në afat, në mënyrë që ta ankimonte këtë çështje, ku si gjykata e shkallës së parë, ashtu edhe gjykata e apelit e pranuan dhe sot çështja është në gjykatën e lartë. Gjykatë e lartë ka qenë në vitin 2018. Ato pretendojnë se do ta blejnë të gjithë shtëpinë. Në vitin 2021, Edmondi është drejtuar gjykatës së shkallës së parë Tiranë, ku ka kërkuar lirim dorëzimprone. E gjatë zhvillimit të këtyre seancave, vllai i tij është shprehur se është në gjyq me kadastrën dhe kjo çështje është pezulluar derisa të zgjidhet tjetra. E në fakt, pasojat i vuan Edmondi, ku sot është i vetëm, i smur dhe i pastre. Tani, unë në pritje të vendimit të gjykatave, më mbaron dora në pension dhe jam me pension minimal, dhe nuk mund ta përballosh dot jetën që të marrësh dhe shtëpi me qera edhe të jetosh. Sa është pensioni juaj? Është 11.000 lekë. Kam më shumë se një vit që jetoj këtu në rrugën Muslimshëri, në një ish garazh të përshtatur për magazin që ka një miku im. Dhe më ka strehuar derisa të zgjidhet për problemi. Çështja më është bërë urgjente, sepse unë jam prekur kohët e fundit nga një smundje shumë nga më të këqijat, nga Parkinsoni. Komisioni Stop kërkoi për të sensibilizuar një plagë shumë të madhe që ka sot shoqërinë tonë, që janë marrëdhëniet brenda gjirit familjes për punë kryesisht të pronës. Siç ju keni trajtuar në shumë emisione gjithë këto vite. Ne u përpoqëm të kontaktojmë me palën tjetër, por përveç se u ndeshëm me një gjuhë fyese, zoti Leonard nuk pranoi të jepte versionin e tij. Zoti Leonard, përshëndetje. Unë jam Viola Lito, gazetare nga emisioni Stop, dhe ju telefonoj për një problematik pronësie që keni me vllajin. Nuk e di, do doja që të takoheshim dhe të bisedonim nga afër. Si e keni mundësinë? Ose merre këto gjëra, ato merret gjykata gjëra. Do doja që të merrja dhe versionin tuaj.
E nga ana tjetër Leonardi ka bërë kallëzim për vetgjyqësinë ndaj Edmondit, pasi ky i fundit kur është kthyer nga Italia ka hyrë në shtëpinë e tij, por sipas prokurorisë nuk ka vepër penale, pasi Edmondi ka marrë leje nga njësia administrative. E ndodhur në këto kushte, sot Edmondi ka të drejtë të hyjë në shtëpinë e tij. Në rastin aktual, personi që është ankuar pranë emisionit Stop nuk ka si pengesë ligjore për të drejtuar banesës së tij, sepse nuk kemi më një vendim të formës prerë për bashkëpronësinë e pretenduar nga palët, është thjesht një draft vendim që do gjykohet nga gjykatat më të larta. Deri në këto momente, ky shtetas gëzon gjithë drejtat për ta poseduar lirisht të pasuri. Unë vlerësoj, referuar Kushtetutës Republikës Shqipërisë, kemi të garantuar paprekshmërinë e banesës, por referuar kodit penal, kemi mangësi të teksuar në lidhje me dhunimin e pronës. Nëse një person mban padrejtisht pronën, nuk mundet që kodi penal të mos e ndëshkojë. Pra, përderisa kushtetuta urdhëron paprekshmëri banese, duhet kemi dhe ligjet e tjera në mbështetje të kushtetutës, gjë që në rastin aktual kemi mangësi të teksuar në kodin penal, sepse vetë fakti që një person mban në mënyrë të padrejtë banesën, do të thotë që ai është duke e dhunuar, duke përdorur dhe duke keq trajtuar, sepse një person e mirëmban ashtu siç ai di pronën dhe jo si çdo një person tjetër, dhe vetë ky fakt që një person ka në posedim një banesë pa vullnetin e pronarit të ligjshëm, do të thotë që kemi dhunim. Nëse i referohemi dispozitave përkatëse, duhet një person të drejtohet vetë gjykatës dhe kjo sjell zvarritje në kohë dhe ndëshkim shumë të ulët në lidhje me cënimin e pronës. Përveç faktit që duhet i drejtohet gjykatës civile, është dhe kodi penal që duhet ta shpërsohet në të ardhmen, sepse rastet të tilla fatkeqësisht ka pafund. Të mos harrojmë dhe referenca në gjykata e Sarandës apo prokuroria e Sarandës që kemi pasur raste specifike ku autorët kanë ngelur pa ndëshkim. Kështu që në rastin konkret, Kushtetuta e Republikës Shqipërisë ngelet vetëm një letër e cila nuk gjen mbështetje në dispozitat e tjera ligjore. Kështu që unë vlerësoj që ky shtetas duhet të gëzojë banesën e vet dhe autorët që e kanë posedim në mënyrë paligjshme duhet të mbajnë përgjegjësi qoftë për qerat apo dëmet e shkaktuara për pasurinë, por edhe penalisht.